Zëri i saj dridhej. Vajza 5 vjeçare fshihej pas nënës duke mbajtur fort fundin e fustanit të pis. Menaxheri qeshi me zë të lartë, shumë të lartë. Por burri i ulur në tavolinën e qoshes nuk po qeshte. Ai po shihte gjithçka dhe ajo që do të bënte më pas do të ndryshonte jetën për gjithmonë dy njerëzve. Zilja e derës ra kur Mariana shtyu hyrjen e furrës Santa Clara. Ajo e mbante dorën e vajzës me forcë, sikur ai gjest i vogël të mund ta mbronte fëmijën nga bota. Brenda, aroma e bukës së sapo pjekur i pushtoi shisat, një erë që nuk i përkiste më jetës së saj. Mariana gëlltiti me vështirësi. Kishin disa ditë që të dyja nuk kishin ngrënë asgjë, përveç mbetjeve të gjetura pas një restoranti. Mami, a mund të ulem? Zëri i holl i Sofis u dëgjua me droj. Rri këtu pranë meje, zemra ime, tha Mariana dhe i shtrëngoi dorën e vogël, duke e çuar drejt banakull. Kishte disa njerëz në radhë, të gjithë të veshur mirë, të gjithë me para në xhep. Mariana pa veten në pasqyrimin e xhamit, flokë të çrregullt, rroba të njollosura, rrath të errët nën sy. Ajo nuk i përkiste atij vendi, por ishte ditëlindja e Sofis, dhe Mariana donte vetëm t'i jepte një copë tort vajzës, qoftë edhe një copës të vogël. Kur i erdhi radha, menaxheri Ricardo e pa nga koka te këmbët. Ishte një burr i gjatë, rreth moshës së mesme, me flokë të lëmuar dhe një buzëqeshje që nuk i arrinte kurrë në sy. Po, zëri i tij ishte i ftohtë. Mariana mori frym thellë. Mirëmëngjes. Doja të dija nëse keni ndonjë tortë të skaduar ose që do të skadoj sot. Çfarëdo gjëje që do ta hidhni, edhe atë. Ricardo ngrysi vetullat. Si the? Sot është ditëlindja e vajzës sime, tha Mariana dhe tregoi Sofin që fshihej pas saj. Ajo mbush vite dhe unë doja vetëm t'i jepja një copë tortë. Nuk ka nevojë të jetë e madhe, çdo gjë mjafton. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Ricardo e pa Marianën, pastaj Sofin, pastaj sërish Marianën dhe buzëqeshi, por jo me mirësi. Po kërkon tortë falas? Jo, zotëri. Vetëm diçka që do ta hidhnit gjithsesi. E di që fura hedh ushqim çdo ditë. Dua vetëm diçka për vajzën time. Ai qeshi shkurt dhe thiri me zë, Cintia, hajde pak këtu. Një punonjëse doli nga kuzhina duke fshirë duart në përparse. Çfarë ka? Kjo zonja kërkon tortë falas. Thotë se është ditëlindja e vajzës. E beson? Cintia e pa Marianën me siklet, por nuk foli. Mariana ndjeu faqet t'i digjinin. Njerëzit në furrë filluan të shikonin. Pëshpëritje u përhapën. Zotëri, nuk po kërkoj asgjë që t'ju kushtoj, vetëm diçka që do ta hidhnit, tha ajo me zë të ulët. Ricardo kryqëzoi krahët. Mendon se unë punoj për të shpërndarë ushqim për çdo që hyn këtu me një histori? Nuk është histori, është e vërtetë. Duhet ta besoj? Po. Ai u përkul mbi banak. E di sa herë në javë vijnë njerëz këtu duke kërkuar bukë të vjetër? Çdo ditë ka nga një, gjithmonë me justifikime. Unë nuk po gënjej. Për mua duket sikur po përpiqesh të përfitosh nga mirësia e të tjerëve. Kjo është moda e re, apo jo? Nuk punon, por do që të tjerët të mbajnë. Lotët i mbushën syt Marianës, por ajo nuk donte të qante. Jo para Sofis. Unë kam punuar. I kam humbur të gjitha. Nuk jam këtu nga dëshira. Sigurisht, kur nuk është faji juaj, tha ai me përqeshje. Gjithmonë ka drama. Sofia filloi të qante lehtë. Mami, të ikim. Mariana e shtrëngoi dorën e saj. Më falni që ju shqetësova. Ajo u kthye për të dalë, por Ricardo foli sërish me zë të lartë, vetëm që ta dish, këtu nuk japim ushqim falas, as të skaduar. Nëse do diçka, puno dhe paguaj. Ajo nuk u kthye. Thjesht doli dhe njerëzit hapën rrugë pa i parë në sy. Zilja ra dhe vetëm atëherë Mariana lejoi lotin e parë të binte. Nuk do të ketë tortë, apo jo, mami? Pyeti Sofia. Mariana u ul në trotuar dhe e përqafoi fort. Do të ketë, zemra ime. Mami do të gjej një mënyrë, të premtoj. Brenda, Ricardo vazhdoi punën sikur asgjë të mos kishte ndodhur, por një burr i ulur në qoshe i kishte parë të gjitha. Quhej Arthur Brando. Kishte flokë të thinjura, rroba të thjeshta dhe një vështrim të thellë. Ai ishte pronari i rrjetit të furrave dhe sapo kishte dëshmuar poshtërimin e një nëne dhe një fëmije.
Ai doli pa folur duke i ndjekur me sy deri sa u zhdukën në cep të rrugës. Ricardo u kthye te banaku duke fishkëllyer. Ishte shumë i ashpër, i tha Cintia. Ishte i drejtë, u përgjigj ai me cinizëm. Nëse filloj të jap, kjo do të bëhet streh për lypës. Një zonjë e moshuar ju afrua dhe i dha një kartëmonedhë që kishte gjetur në dysheme, mbase i ka rënë asaj zonjës. Ricardo e futi në xhep. Pra kishte para dhe prap kërkonte falas. Atëherë u dëgjua një zë nga fundi i sallës, në furrën tënde? Ishte Arturi. Ai ju afrua qetë. A mendon se e trajtove drejt? Nuk është puna jote, u përgjigj Ricardo. Dinjiteti është puna e të gjithëve, tha Arturi. Ti as nuk e pyete emrin e saj. Unë nuk ushqej dembel, tha Ricardo. Fjala rëndoi në ajër. A je i sigurt për këtë që po thua? Këtu unë jam shefi. E di kush është pronari i kësaj furre? Sigurisht, Arthur Brando. Burri buzëqeshi me trishtim dhe u drejtua nga dera. Do të pendohesh për këtë që bëre sot. Ndërkohë, Mariana dhe Sofia u ulën në një park të vogël. Sot është dita jote, tha Mariana. Do të këndojmë dhe do të bëjmë një dëshirë. Ato kënduan së bashku dhe mbyllën sytë. Mariana dëshiroi vetëm një jetë më të mirë për vajzën. Sofia dëshiroi një tort. Kur i hapi sytë, pa një burr me flokë të thinjura që i shikonte nga larg. Ai nuk u afrua, vetëm u largua ngadalë. Dhe ndërsa ato u ngritën për të shkuar drejt strehes së tyre të përkohshme, burri i ndiqte nga pas me një vendim të heshtur në zemër që do të ndryshonte jetën përgjithmonë. Ai duhej të ruante distancën. Duhej të dinte, të kuptonte dhe, mbi të gjitha, të ndihmonte. Arthur Brando qëndroi mjaftueshëm larg për të mos u vënë re. Me kalimin e viteve kishte mësuar se njerëzit rrallë i kushtojnë vëmendje asaj që ndodh rreth tyre kur janë të humbur në problemet e veta. Dhe Mariana ishte qartësisht e humbur. Ajo ecte ngadalë duke e mbajtur fort dorën e Sofisë. Vajza zvarriste këmbët nga lodhja. Her pas here, Mariana ndalonte dhe përkulej për t'i përshpëritur diçka në vesh. Ato vazhdonin rrugën. Arturi i ndoqi për një kohë të gjatë. Kaluan fillimisht nëpër rrugë të zhurmshme, pastaj nëpër rrugica të ngushta. Pamja ndryshoi. Ndërtesat u bën më të vjetra, trotuaret të çara, mbeturina të grumbulluara në cepat e rrugëve. Më në fund, Mariana dhe Sofia u futën në një rrugë pa dalje që përfundonte pranë një mbikalimi. Kishte një truall të braktisur, i rrethuar me dërrasa të rrëzuara, me bar të lartë dhe plera të shpërndara kudo. Arturi ndaloi në cep dhe vështroi. Mariana shikoi përreth për t'u siguruar se askush nuk po i shihte. Pastaj e kapi Sofin për dorë dhe hyn nga një hapësirë në gardh. Arturi priti pak dhe u afrua ngadalë. Terreni ishte më i madh nga sa dukej nga jashtë. Kishte rënoja të një ndërtese të vjetër, tulla të grumbulluara, hekurishte të ndryshkura. Dhe në një cep, poshtë mbikalimit, e mbrojtur nga shiu dhe era, ndodhej një streh e improvizuar. Kuti kartoni formonin muret. Një mushama blu e grisur shërbente si çati. Brenda kishte disa batanie të vjetra, një çantë shpine e vogël dhe një qese plastike me disa rroba. Aty jetonin ato. Stomaku i Arturit u shtrëngua. Mariana e ndihmoi Sofin të ulej mbi një nga bataniet. Vajza hoqi atletet e grisura dhe fërkoi këmbët e dhembura. Mami, kam uri. Mariana hapi çantën dhe nxori një moll të shtypur. Kjo është e vetmja gjë që kemi sot, zemra ime. Ha ngadalë, në rregull. Sofia e mori mollën dhe e kafshoi me kujdes, sikur të donte ta zgjaste sa më shumë. Mariana u ul pranë saj dhe e përqafoi. Sot ishte ditë e vështirë, apo jo? Vajza pohoi me kokë duke përtypur. Por ne jemi bashkë dhe për sa kohë kemi njëra tjetrën, do të jemi mirë. Ma premton, mami? Mariana i puthi ballin. Ta premtoj. Arturi i shikonte nga larg, i fshehur pas një muri të rrëzuar. Ai pa Marianën të nxirrte nga çanta një fotografi të vjetër e të grisur. Ajo e vështroi për një kohë të gjatë, me sytë të mbushur me lodh. Në foto, Mariana ishte më e re, duke buzëqeshur. Pranë saj ishte një grua më e moshuar, ndoshta nëna e saj, dhe në krahët e saj një foshnjë, Sofia. Mariana e futi sërish foton në çantë dhe fshiu sytë me shpinën e dorës. Të flem herët sonte, në rregull? Nesër mami do të kërkoj punë përsëri. Përsëri?
Sofia nuk tha asgjë. Thjesht mbaroi mollën dhe ushtri mbi batanie duke përdorur çantën si jastër. Mariana e mbuloi me një batanie tjetër të hollë dhe filloi t'i këndonte një ninull të thjeshtë, të trishtë. Dalë nga dalë, Sofia mbylli sytë dhe ra në gjumë. Mariana qëndroi ulur pranë saj duke parë në boshllëk. Dhe për herë të parë që kur Arturi kishte filluar t'i vëzhgonte, ajo lejoi që lotët t'i rridhnin lirshëm. Qau në heshtje për jetën që kishte humbur, për dinjitetin e shkelur, për të ardhmen e pasigurt të vajzës. Zemra e Arturit u shtrëngua. Kishte parë shumë gjëra në jetë. Kishte ndërtuar gjithçka nga e para, kishte kaluar kriza, falimentime, tradhti, por asgjë nuk e kishte përgatitur për atë pamje, një nën dhe një fëmijë të vetëm në botë, duke fjetur mbi karton. Ai u kthye dhe u largua. Duhej të mendonte, duhej të vepronte, por duhej ta bënte në mënyrën e duhur. Të nesërmen në mëngjes, Arturi u kthye në truall. Kishte sjell kafe, disa bukë dhe fruta. I fsheu në një qese të thjeshtë dhe u afrua ngadalë. Mariana ishte zgjuar dhe po I lante fytyrën Sofis me ujë nga një shishe e vjetër. Gati për një ditë tjetër, zemra ime. Sofia ushtri. Ku do të shkojmë? Mami do të provoj disa vende sot. Ti do të rish këtu qetë, në rregull? Vetëm? Vetëm për pak, mami kthehet shpejt. Arturi e pa skenën dhe zemra I u shtrëngua edhe më shumë. Mariana po e linte vajzën vetëm sepse nuk kishte zgjidhje. Ai priti që ajo të largohej, e pa teksa ecte me kokën ulur drejt qendrës së qytetit. Pastaj u afrua te streza. Sofia ishte ulur duke përqafuar gjunjët. Arturi ndaloi disa hapa larg. Përshëndetje. Vajza ngriti sytë e frikësuar. Kush jeni ju? Quhem Artur. Të pash dje në furrë. Sofia uli sytë. Ai burri ishte I keq me ne. E di. Dhe ai ishte gabim. Mami tha që disa njerëz nuk din të jenë të sjellshëm. Arturi bëri një hap përpara. Nëna jote ka të drejtë, por ka edhe njerëz që din. Unë dua të ndihmoj. Sofia e pa me dyshim. Mami tha të mos flas me të huaj. Nëna jote është shumë e mençur, buzëqeshi Arturi. Por shiko, të solla mëngjes. Buk, fruta, lëng. Nuk je e detyruar ta marrësh, por nëse do, është këtu. Ai e la qesen në tokë dhe u tërhoq disa hapa. Sofia e hapi me kujdes. Brenda kishte bukë të freskët, banane, një kuti lëngu dhe një tortë të vogël. Sytë e saj u zgjeruan. Tortë? Po, mendova se do të pëlqente. Vajza e mori me të dyja duart, sikur të ishte gjëja më e çmuar në botë. Është për mua? Për ty dhe për mamin. Lotët I mbushën sytë. Faleminderit, zotëri. Arturi ndjeu një ny në fyt. Kur të kthehet mami, thuaj se një burr me flokë të thinjura e la këtë këtu. Nuk dua që të shqetësohet. Sofia pohoi me kokë. Kur Mariana u kthye, e lodhur dhe e dëshpëruar, Sofia vrapoi drejt saj me sytë që I shkëlqenin. Mami, një burr na la ushqim. Zemra e Marianës u ngrirë. Çfarë burri? Një zotëri me flokë gri, tha se na kishte parë në furrë. Mariana e përqafoi fort vajzën. Të bëri gjë? Jo, vetëm la ushqimin dhe iku. Në qese kishte një letër. Mariana e lexoi, nuk je vetëm. Ki besim. Atë natë, Arturi nuk fjeti. Në zyrën e shtëpisë së tij të madhe, ai shikonte qytetin e ndriçuar nga dritarja. Kishte pasuri, shtëpi, sukses, por nuk kishte familje, nuk kishte qëllim. Dhe që nga ajo ditë, gjithçka kishte ndryshuar. Ai telefonoi asistentin e tij dhe kërkoi të mësonte historinë e Marianës. Zbuloi për dhunën, për arratisjen, për frikën, për humbjen e gjithçkaje për të mbrojtur vajzën. Ai vendosi se nuk do të rrinte më duar kryq. Kërkoi ndihmë ligjore për të, një apartament të thjeshtë, por të sigurt, një fillim të ri. Kur u kthye te streza dhe u përball me Marianën, ajo u mbrojt, e dyshoi, por kur ai I tha se donte vetëm t'i jepte një shans të vërtet për të rifilluar jetën, ajo u thye. Nuk po kërkoj asgjë në këmbim, tha ai. Vetëm dua të ndihmoj. Mariana shikoi Sofin, që e shikonte me shpresë. Ai është burri I tortës, tha vajza me zë të butë, dhe në atë moment, për herë të parë pas shumë kohësh, Mariana ndjeu se ndoshta, vetëm ndoshta, fati I tyre mund të ndryshonte.
Pasi të zgjidhen çështjet ligjore, do të sigurojmë dokumentet e tua, do të regjistrojmë masën mbrojtëse dhe ti do të fillosh një kurs. Kur të jesh gati, do të punosh. Jo si favor. Do të marrësh rrogën tënde si çdo punonjës tjetër. Në çfarë fushë? Recepcioniste. Shërbim ndaj klientit, diçka që të jap dinjitet. Mariana mbylli syt. Dukej shumë e bukur për të qenë e vërtet, por ajo ishte e lodhur. E lodhur nga frika, e lodhur duke parë vajzën e saj të vuante nga uria. Nëse po gënjen, nëse kjo është ndonjë lloj mashtrimi të premtoj. Mariana e shikoi edhe një herë Sofin. Në rregull. Pranoj. Arturi buzëqeshi për herë të parë pas shumë ditësh. Atëherë hajde. Që sot. Merrni gjërat tuaja. Mariana mori çantën. Sofia i kapi fort dorën nënës dhe të tre u larguan nga ai truall i braktisur. Mariana ende nuk e dinte, por jeta e saj ishte gati të ndryshonte përgjithmonë. Disa ditë më vonë, Mariana dhe Sofia ishin vendosur në një apartament të vogël të mobiluar në jug të qytetit. 2 dhoma gjumi, sallë, kuzhinë. I thjesht, por i pastër dhe i sigurt. Sofia vraponte nga një dhomë në tjetrën pa u ndalur. Mami, kam një dhomë vetëm për vete, me një shtrat të vërtetë. Mariana buzëqeshte ende pa e besuar. Kishte bërë një dush të nxehtë për herë të parë pas më shumë se një viti. Kishte rroba të pastra, ushqim në frigorifer. Dukej si një ëndër. Arturi kishte mbajtur çdo premtim. Avokati tashmë po merrej me masën mbrojtëse. Dokumentet po përgatiteshin. Dhe javën tjetër Mariana do të fillonte një kurs për shërbim ndaj klientit dhe bazat e informatikës. Por kishte diçka që Arturi duhej ta bënte para se të vazhdonte përpara. Duhej të kthehej në furrë. Ai parkoi makinën një blok larg furrës Santa Clara. Veshi një këmishë të thjeshtë, xhinse dhe atlete, asgjë që të tërhiqte vëmendje. Hyri në furrë në mëngjes. Ricardo ishte pas banakut, si gjithmonë. Me buzëqeshjen arrogante dhe qëndrimin e dikujt që mendonte se ishte pronari i gjithçkaje. Arturi mori një tabaka, zgjodhi disa bukë dhe u ul pranë hyrjes për të vëzhguar. Nuk kaloi shumë. Një burr i moshuar, me rroba të grisura dhe një kapele të pistë, hyri me droj. U afrua te banaku dhe priti radhën. Kur i erdhi radha, foli me zë të ulët, mirëmëngjes, a keni ndonjë bukë të vjetër që do ta hidhni? Ricardo ngriti vetullat. Përsëri kjo. Plaku uli kokën. Nuk kam ngrënë që nga dje. Doja vetëm diçka që të mos ju kushtonte asgjë. Ricardo qeshi me përbuzje. Këtë ja shpjegova edhe dikujt tjetër këto ditë. Këtu nuk japim asgjë falas. Nëse do të hash, puno dhe paguaj. Ose paguan, ose largohesh. Plaku gëlltiti dhe u kthye për të dalë. Atëherë Arturi u ngrit. Prisni. Plaku ndaloi. Ricardo e pa me nervozizëm. Përsëri ju. Arturi u afrua te banaku. Sa kushton një shport me bukë? Ricardo kryqëzoi krahët. 25. Arturi nxori portofolin dhe vendosi 2 fishin mbi banak. Dua 2 shporta. Një për mua dhe një për të. Ricardo e mori paran me përbuzje. Prap po luan rolin e heroit? Jo. Thjesht po jam njeri. Ricardo përgatiti shportat dhe ja dha. Arturi ja zgjati njërën plakut. Faleminderit, bir. Zoti të bekoft. Nuk ka nevojë të më falënderosh. Plaku doli me lot në sy. Ricardo pshërtiu me nervozizëm. Unë ndjeve mirë tani? Arturi e shikoi gjatë. Jo. Sepse ti ende je këtu. Ende i poshtëron njerëzit dhe mendon se kjo nuk ka pasoja. Ricardo bëri një hap përpara, fytyra e skuqur. Dëgjo këtu jo. Tani ti do të dëgjosh. Të paralajmërova se do të pendoheshe. Ricardo qeshi me përbuzje. Çfarë do të bësh? Do të më padisësh? Askush nuk do të besoj. Arturi nxori telefonin. Ndoshta jo mua, por këtë po. I tregoi videon e poshtërimit të Marianës dhe Sofis. Ricardo u zbe. Nga e more këtë? Nga kamerat dhe nga telefoni im. I filmova të gjitha. Nuk mund ta përdorësh. Mundem dhe do ta përdor.
Dhe nuk është vetëm kjo. Të filmova edhe tani duke poshtëruar këtë plak para të gjithëve. Klientët shikonin në heshtje. Çfarë do? Dua që të kërkosh falje. Për mua, për ta, dhe sidomos për gruan që poshtërove. Ricardo qeshi nervoz. Je I çmendur. Po të jap një shans të bësh gjën e duhur. Po nëse nuk e bëj, atëherë këto video shkojnë te pronari I rrjetit, te burimet njerëzore dhe në internet. Dhe ti humbet punën dhe reputacionin. Ricardo shtrëngoi grushtat. Nuk ke këtë fuqi. Arturi buzëqeshi me trishtim. E di kush është pronari I këtij rrjeti? Artur Brando. Sakt. Jam unë. Heshtja ra si një mur. Ricardo mbeti pa fjalë. Ti je pronari? Po. Dhe pash gjithçka. Tani ke një zgjedhje. Ose kërkon falje dhe mëson të jesh njeri, ose largohesh sot. I rrethuar nga sytë e të gjithëve, Ricardo uli kokën. Më falni, kam gabuar. Tani mblidh gjërat. Je I pushuar nga puna. Ricardo doli me kokën ulur. Arturi u kthye nga cintia. Ti je menaxherja e re. Dhe nga sot, çdo ushqim që do të hidhej, do të dhurohet. Me respekt dhe dinjitet. Cintia buzëqeshi me lot në sy. Po, zotëri. Arturi doli duke ndjerë se drejtësia ishte bërë. Më pas shkoi te apartamenti. Sofia I hapi derën me buzëqeshje. Xhaxhi Artur. Mariana u shfaq, e pastër, e thjesht, me sy plot shpresë. Hyr, të lutem. Në shtëpi kishte lule, vizatime, aromë kafeje. Ende nuk besoj se kjo po ndodh, tha ajo. Është e vërtetë. Kam harruar si është të ndihesh njeri. Ti gjithmonë ke qenë njeri. Vetëm ishe bërë e padukshme për botën. Ajo qau, pse po e bën këtë? Sepse pash tek ju familjen që nuk pata kurrë. Pas pak heshtjeje, Arturi I tregoi të vërtetën për furrën dhe për pushimin nga puna të menaxherit. Mariana u shokua. Ti e pe gjithçka po. Dhe nuk mund të rria pa bërë asgjë. Ajo e përqafoi. Faleminderit që më pe. Sofia erdhi me një vizatim, 3 njerëz që mbanin duart me mbishkrimin familja ime e re. Muaj më vonë, Mariana filloi punën si recepcioniste. Me kontratë, rrogë dhe dinjitet. Sofia nisi shkollën. Në ditëlindjen e saj, Arturi solli një tortë të madhe. Ajo bëri një dëshirë, që të jemi bashkë gjithmonë, dhe ata e dinin se tashmë ishin një familje. Më vonë, masa mbrojt se u miratua. Mariana ishte e lirë. Pa frikë. Një vit pas gjithçkaje, ata u kthyen në të njëjtin park. Tani kishte buzëqeshje, akullore, shpresë. Mariana e shikoi Arturin. Ti na hape derën. Ju ishit ata që patët guximin të kaloni. Sofia vrapoi dhe u hodh në krahët e tij. Të shkojmë për akullore? Të shkojmë. Dhe ndërsa ecnin së bashku, u bë e qartë, familja nuk është vetëm gjatë. Është zgjedhje. Është dashuri. Është dikush që të sheh kur bota të bën të padukshëm.